Kush prej jush ka dëgjuar për teorinë e arkontëve? A keni lexuar ndonjë gjë për këtë? Ose më mirë, kush nga ju ka dëgjuar fjalën arkonti ose arkont ose arkontët? Dëgjojeni me vëmendje këtë histori sepse është vërtet shumë e çuditshme. Kush është rastisht le di bëj live fajs shimi sërish, këto ditë si gjithmonë jemi pushim deri të dielën, por me që se kam dalë pak për ajër të pastër, doja t'ju flisja prej kosh për teorinë e arkontëve. Ka një teori ku kjo është në pak njerëz ata që studiojnë bioenergjinë e njeriut. Çfarë do të thotë? Do të thotë që secila qelizë jona prodhon energji. Dhe kjo energji, që është bioenergji, vjen si pasojë e lëvizjeve që ne bëjmë, e aksioneve, e fjalëve, e mendimit, çdo gjë. Dhe kjo bioenergji u nevojitet disave. Dhe tani po ju tregoj historinë e arkontëve. Siç ju thash, kush është tu rastësisht dhe nuk e ka bërë ende like faqes, do t'i lutesh ti bëj like faqes, nuk kushton asgjë, që të shihemi sërish. Për herë të parë kam dëgjuar kur isha, me fjalë kemi folur, kur isha në Bologna në një seminar para shumë vitesh, dhe ishte Corrado Malanga. Në atë kohë ishte docent në Pisa dhe më bëri përshtypje diçka, sepse ai fliste në disa momente, fliste në mënyrë shkencore dhe unë nuk e kuptoja, sinqerisht nuk e kuptoja. Mirë po, më bindi në disa fjalë, më bindi. Megjithatë, unë do t'ju tregoj tani se çfarë është në sintezë ajo që mendohet për arkontët. Duhet të dini që një pjesë e njerëzve besojnë që studiuesë mirëfillt, besojnë që ajo që ka ndodhur 3600 vite më parë, që si pas gjasave, 3600 vite para erëson, ajo që ndodhi, që tregon Zakaria Sitchin, që erdhën disa qenie, modifikuan njeriun, ose flitet nga shumë studiues që mund të kenë modifikuar majmunin dhe kanë bërë njeri, ka disa studiues që këta e marrin shumë seriozisht. Dhe për këta, mendohet që në atë periudhë erdhën disa specie. Tani nuk dihet në qoftë se ishin këta Anunnakët apo specie të tjera, apo ndoshta një kombinim speciesh, sepse të parët ishin Anunnakët, dikush mendon kështu, që modifikuan majmunin dhe bën njeri, por nga ai moment u futën dhe një pjesë tjetër, pra të quajtur arkontët ose arkonti. Çfarë janë këta? Mendohet që këta mund të janë një specie energjike që mund të modifikojnë, madje ta thyejnë kohën dhe hapësirën. Dhe sepse janë tepër inteligjent dhe e përdorin çdo specie për energjinë që kanë. Çfarë do të thotë kjo? Pra njeriu, sipas gjasave, ata e kanë programuar që t'i vjedhin energjinë dhe të jetojnë brenda njeriut, sepse nuk kanë një vend tjetër se ku mund të jetojnë. Pra e vetmja mënyrë jetese për ta, jo jetese që sepse jetojnë, mendohet që jetojnë në pafundësi, mund të ndodhin vetëm disa fenomene të ndryshme që sipas gjasave digjet energjia me disa gradë Celsius të vendosura brenda në disa laborator, sepse është e pamundur që t'i kapësh, por mendohet që kështu e bëjnë sipas gjasave mes tyre. Pra kur ndëshkojnë dikë që duhet, sepse kanë një ligj me vrasje, po të paktën kështu thuhet, Le ti marrim këto si teori konspirative, por me qenë se më kujtua, thash doja që të flisja sot. Kemi pak kohë dhe doja të flisja. Atëre, arkontët tregohet edhe në për hipnozat që ka bërë Malanga ose hipnotizues të tjerë. Janë disa qenie energjike që janë rreth 2 metra të gjatë dhe janë në formë njeriu, ose më mirë shfaqen në formë njeriu, por dominojnë trurin e njeriut. Çdo thot kjo? Dominojnë trurin e njeriut dhe mund të bëjnë çdo duan. Mund ta modifikojnë mendimin, mund të modifikojnë ecjen e njeriut, pra ecurinë në jetë po flas, dhe mund të modifikojnë edhe njeriun për mirë ose për keq. Pra në qoftë se ai njeri u nevojitet, sepse ata
janë të etur jo vetëm për energji, bioenergji që ju thash, por janë të etur për një energji të pastër dhe inteligjente. Çdo të thotë kjo? Do të thotë që ata zakonisht u interesojnë njerëzit e zgjuar dhe që janë gjithmonë në lëvizje, sepse kjo i ushqen ata me energji, por i ushqen me energji të pastër, interaktive dhe mbi të gjitha inteligjente. Sepse është njësoj sikur ne të konsiderojmë për shembull një kafsh apo një tjetër sipas mendimit ton, për ta ngrënë për shembull. Nëse ne do ham një kafsh, çfarë mishi do ju pëlqente juve? Pra, dikujt për shembull nuk i pëlqen mishi i derrit, i pëlqen mishi i qenjeve, ose i deleve, ose i lopës. Pra, e njëjta gjë dhe këta. Nuk i intereson një njeri për shembull që është ignorant dhe që nuk bën aktivitete fizike dhe që nuk e vën mend në punë mendjen e tij. Pra, tregohet në të gjitha hipnozat regresive që këta arkontët jo vetëm që vjedhin energjinë, por mund edhe të ndihmojnë njerëzit gjatë ecurisë së jetës, atë që ju thash më përpara. Po si i ndihmojnë? Për arkontët ka folur edhe vet Leonardo da Vinci. Bile ka gjasa që Leonardo da Vinci udhëzohej nga një arkont, pra nga një i rimishëruar, thuhet kështu, por nuk është i rimishëruar, sepse ka disa gabime. Shumë njerëz për shkak se kanë vënë re në për këto, unë nuk jam askushi, nuk është se di çdo gjë, absolutisht jo. Por në disa raste kur kuptoj që ka disa terminologji të gabuara, jam i detyruar që t'i them. Për shembull, disa raste kam vënë, po thuaj shumë raste, disa të rinj që bëjnë video për shembull nëpër rrjetet sociale, gabojnë, sepse thonë që janë rimishëruar. Ata nuk rimishërohen, ata thjesht futen për të jetuar brenda atij trupi. Pra, mund ta quash rimishërim, sepse ti thua, okay, sepse ai futet në trupin e njeriu, por ai jeton aty. Tani, nuk është se jeton në përjetësi brenda trupit njeriu. Jeton, futet, qëndron pak, pastaj ecën. Do t'i them diçka, që do t'ju lë pa fjalë, thash merreni si teori këto. Në qoftë se keni vënë re, në disa raste, për shembull kur i afroheni një muri, a e keni vënë re kur i afroheni një muri që natën po flas, është komplet errësirë. Natën ju teksa shkoni që të ndizni dritën apo jo, ju e ndjeni me anë të tingujve, sepse ne kemi disa tinguj, disa receptor që ndjejnë kur jemi afër murit. E ndjejnë, edhe po të jetë komplet errësirë. Pse? Sepse janë pikërisht pra receptorët, tingujt. Në qoftë se i vini re, në disa raste, teksa jeni në një dhomë, për shembull që është errësirë, apo ndoshta edhe në hapësirë, ose ndoshta diku, jeni për shembull natën, keni një ndjesi sikur diçka afrohet afër jush, majtas, djathtas, përpara apo mbrapa. Unë zakonisht këtë gjë e kam vrejtur sikur të jetë përpara, sikur diçka që kalon nga përpara, jo nga mbrapa, jo anësh. Më ka ndodhur vetëm një herë që e kam ndjerë në veshin e majt diçka që sikur nuk e di. Por po e them, ndoshta janë edhe ndonjëherë edhe janë sensorët tanë që mund të krijojnë probleme. Ndoshta edhe pleqëria, ku i di. Por ka patur raste. Megjithatë, shumë nga këta studiues pretendojnë që këta arkontët, pra thjesht arkontët, janë, përveç se janë të zgjuar, janë tepër të zgjuar, sofistikuar, ata nuk kanë një trup fizik, por janë energjik. Dhe ata e vetmja mënyrë, sepse tregohet ashtu si thuhet edhe nëpër tekstet antike të të gjitha besimeve fetare, Zoti krijoi një pafundësi speciesh. Është e vërtet kjo, që ka thënë këtë, po nuk është sepse ka thënë, por është e vërtet kjo. Ti po të shikosh gjitha ato specie, ne shumë pak kemi zbuluar nga speciet që ekzistojnë në këtë planet. Një pjesë për tyre i kemi parë, por një pjesë nuk i dim fare. Dhe mund të ekzistojnë specie që janë të pakapshme për senset tona dhe për aparaturat tona. Ose dikush për shembull që sundon, mund të jetë një specie e zhvilluar që sundon njeriu, dhe ai nuk do që ti ose ata nuk duan që ti të njohësh të vërtetat, dhe çfarë bën? E mban nën kontroll dijen, informacionin, çdo gjë. Pra, nëse ne kemi makineri që ti kapim këto gjëra, si do ta zbulojmë ne? Nëse nuk kemi makineri, si do ta zbulojmë nëse ka arkont apo jo?
Dhe tregohet këta arkontët mund të dominojnë trurin e njeriut ose mund ta ndihmojnë. Pra, në këto raste, si për shembull Leonardo da Vinci ose të tjerë akoma, thuhet që gjatë epokës së njerëzimit kanë qenë pikërisht këta arkontët që kanë ndihmuar racën njerëzore me informacione, duke i dhënë informacione që të jetojnë jetën sa më mirë dhe sa më gjatë. Sepse sa më gjatë jeton njeriu, aq më mirë ushqen dhe ata, sepse ushqen pikërisht pra me energjinë e njeriut. Tani, në qoftë se kjo është një teori, si që thash, dhe ne nuk kemi asnjë provë, unë mendoj që shumë nga këto teori që flet një studiues për shumë ose një ulumtues, unë mendoj që diçka të vërtet mund të ketë brenda. Dhe në qoftë se nuk ka ndodhur për shumë 3600 vite para erës sonë, mund të ketë ndodhur dhe më përpara, që mund të jetë futur në trupin ton, me një fjalë, ose mund të ekzistojë, sepse nëse janë energji, ekzistojnë diku tjetër. Dhe ato energji që ekzistojnë, ose mund të ekzistonin këtu, por në një dimension tjetër që ne nuk e njohim, është ajër. Si mund ta shikosh ti ajrin? Si mund ta perceptosh ti ajrin? Pra, por që janë forma jete, energjie, dhe nuk kanë një trup fizik. Dhe ushqen me trupin e njeriut. Por, do të thoshja që, në të vërtet, po ta shikoni hol, ndër vite, njeriu ka bërë zhvillimin, me fjalë, vetëm këto 100 ca viteve të fundit, jo më përpara. Dhe kjo është vërtet çudi se si njeriu mori vrull për pjesime të mëdha. Ndoshta u hapën dyer, ndoshta dikush, nuk e di. Por është shumë e çuditshme sepse në mijëra vite ndejtëm në një errësirë totale dhe në një pak vite, 150 vite, ja themi 200 vite. Hajde. Por nuk është kaq sepse në vitin 1880 ca ne shpikëm trenin me avull. Kështu që nuk ka zhvillim përpara trenit. Dhe kështu që le të themi që nga fundi viteve 900 filluam zhvillimin ton. Kemi 100 vite. Si është e mundur që në pak se 100 vite ti të bësh një zhvillim kaq të madh dhe mijëra vite në një skëterë totale. Pres komentet tuaja për këtë, sepse unë deri këtu mund të arrit bëj pyetje, sepse përgjigjet kam 1 milion përgjigje në trurin tim, por nuk ja vlen, do të dëshiroj një komentin tuaj. Dhe po sikur dhe unë të udhëzohem nga arkontët. Kujdiet. Hajde, kalofshi një ditë bukur, ju përqafoj, dhe pushimet këndshme kush ka ju pushon, kush është me pushime. Ju përqafoj.